Prej adhurimeve kryesore është agjerimi I Ramazanit, I cili është farz. Është një nga shtyllat e Islamit, për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai I cili agjeron Ramazanin me besimin në Allahun dhe shpresën në arritjen e shpërblimit, do t'i falen gjunahet e mëparshme. Po kështu ai alayhi salatu wasalam thot në hadithin qudsi se Allahu tebaraka wa taala thot: "Was-sawmu li wa ana ajzi bihi." Dhe se agjerimi është për mua. Për agjerimi është vetëm për Allahun. Pse? Çdo punë është për Allahun azza wa jall, por në agjerimin veçanërisht duket sinqeriteti I robit karshi Zotit të vet subhanahu wa taala. Sepse ky agjerim është diçka e fshet, të cilin ai në fakt në vetmi dhe mund ta prish, por nuk e prish vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih. Thot Allahu dhe unë di si shpërblej për të. Ndaj dhe shpërblimin e agjerimit Allahu azza wa jall e ka ruajtur në dijenin e tij. E ka mbajtur të fshet. Pra shpërblimi është shumë I madh për agjeruesit. أحب رضاه أحب لقاه يظل